me pas presion. Kemi Arbengashin? Nuk e di, është kryetari i grupit që e merr atë vendim. Sipas juve ç'është? Çka? Të zgjidhet ç'ke situatë. Kemi mbledhur. Zgjidhet ka zgjidhje plot. Mendoj se jemi në situatë delikate, por zgjidhja duhet të jetë thjesht, të votohet raporti dhe të shkohet drejt betimit, pastaj pas betimit është konstituimi. Votohet raporti me ndryshime apo? Ai raporti paraprak është rrëzu, domethënë një njëjtë raport nuk mundet me u rivotu. Nëse vazhdohet kështu, a janë zgjedhje? Sa është ai momentum, pastaj se është çështje që duhet të zgjidhet me një dialog thjesht brenda disa minutash. Është çështje tepër thjesht, tepër banale për me i torturuar qytetarët e Kosovës edhe herën zgjedhje. A mundet presidenti Vjosa Osmani Nuk mundet të kryejë. Është jashtë kompetencave të saj. Kjo është çështje e pastër politike e kuvendit. Nuk mundet me zgjidhur askush tjetër përveç kuvendit dhe në këtë rast të përfaqësuesve të partive politike. A kanë rregullore se në kushtetues ose diçka deri ku mund shkohet kështu ka 48 orë të thirrën seancat? Derisa gjendet zgjidhja, derisa të prevaloj vetdia qytetare, politike, institucionale dhe shtetërore, dhe ju inati dhe tendenca bllokuese. A mund të shkojë kjo përshtati kryeministit Kurti që të shkojnë në zgjedhje bashkë me zgjedhjet komunale dhe Nuk shkon deri atëherë, kjo çështje zgjidhet shumë më shpejt. Besoj se zgjidhet sot. Faleminderit shumë fund bërë. Gashi ishte optimist krejt në fund të fjalisë, duke thënë që besoj që kjo zgjidhje gjendet sot.